Paralajmërimi i djeshëm i kryeministrit në detyrë që Kosova po kalon një proces vakumi institucional nuk qëndron. Sepse sigur në dhe në hapësirë edhe në politikë nuk ka vakum institucional, ka peshë specifike, ai që e zën, e merr, dhe natyrisht më ndonjë shkurt është përcaktuar kjo peshë. Tani duhet të zbatohet, duhet të zihet, duhet të veprohet. Me vetë faktin që nuk kemi ende një marrëveshje politike për qeverinë, nuk po besoj që mund të përballohet zgjedhja kryetare së kuvendit e nominuar prej vetëvendosjes, sepse kjo është proces i lidhur. Përkundër që kryeministri në detyrë po insiston me nda dhe po punon që nda mazim i zgjidhë të çështje, është vlerësim i tij, është çështje e tyre, por nuk besoj që përballohet kjo situatë ndryshe nëse nuk arrit deri te një marrëveshje. Rruga e re për Kosovën ka qenë, nuk ka qenë as për zotin Kurti, as për vetëvendosje. Ne platformën tonë qeverise e kemi hapë para qytetarëve dhe ata kanë vlerësu me këtë notë që e kemi morë. Kjo është pesha jonë specifike në hapësirën politike që e ka sot LDK-ja. Nuk ka preferenca të reja apo të vjetra, ka veprim politik për situatën në cilën ne jemi. Sa e përket raportit me ta, LDK ka përcaktuar, ne jemi për një lloj bashkëpunimi, për çdo lloj bashkëpunimi institucional, por kemi të përcaktuar në Kuvend Republikës sot. Nuk kemi qëllim me ndërtu bashkëqeverisje sipas kërkesës dhe ofertës që vetëvendosja në këtë fazë ja ka paraqitur LDK-s, dhe duhet më morë me lehtësi politike. Kjo është me manipulu situatë. Definitivisht krizën politike në Republikë me përkthy në krizë grupore, individuale apo partijake nuk është e qëndrueshme. Vakum mundet me leju më kriju vakum institucional, do me vepru dhe me vepru sipas rezultatit më shkruar.